Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Fillimisht e falenderoj Allahun azza wa jalla I cili na grumbulloi këtë vend, e lut Allahun dashurisht na grumbulloi këtë vend, na bashkojnë në xhennetet e tij. Me lenin Allahut sot tema e radhës që do të flas, pasi që fola për prindërit dhe pastaj për fëmijët dhe në fund fola për jetën bashkëtorë, sot me lenin Allahut do të flas thatësinë emocionale me farafisin. Farafisi I njeriut është krahu I tij, është ndihma e tij, është përkrahja e tij. Fatkeqësisht ne farafisin sot e respektojmë vetëm se në për dasma në përdekje, takimet e tona janë vetëm se dasma dhe ndekje, ose ndonjë rast I cili është më I rënd, përndryshe rrallë herë takojmë, rrallë herë interesojmë dhe rrallë herë që na kujtohet që ndonjëherë kemi ndonjë farafis ose akraba. Kjo është fatkeqësi. Po dhe fatkeqësia bëhet më e madhe kur I shef farafisin se si armiqsohen midis vete, zihen, përlahen, armiqsohen dhe kur I shikon arsyet në fund, arsyet janë thjeshtë, janë vogla. Fare nuk shkon ndërmend se vizita e farafisit ose mbajtja e lidhjeve farafisnore është obligim, ndërsa shkëputja e lidhjeve farafisnore është mëkat për mëkateve të mëdha. Siç thash, vizita e farafisit ose mbajtja e lidhjeve farafisnore është obligim përgjithësi. Për shkak se termi farafis në kupton shumë njerëz, shumë stresa. E tash varet se sa është afërsia, ashtu bëhet edhe dispozita. Po në përgjithësi është obligim. Kurse mos mbajtja e lidhjeve farafisnore dhe shkëputja e lidhjeve farafisnore është gjuna. Mbajtja e lidhjeve farafisnore është obligim qoftë me farafisë edhe nëse nuk janë musliman, janë jo besimtar. Edhe nëse janë gjunaqar dhe janë mëkatar, gjunohu mbetet e tyre, shirku, idhujtaria, jo besimi mbetet e tyre, kurse neve na mbetet mbajtja e lidhjeve farafisnore përderisa ata nuk na thirrin gjuna ose nuk na obligojnë një gjë e cila bien dash me rregullat e fesë. Allahu Azza na porositi të I mbajmë lidhjet farafisnore dhe tha: "Wa'budullaha wa la tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin." Allahu tha: "Ju porosis të adhuroni vetëm se Allahu dhe mos I bëni atij ortak, ti mbani lidhjet me prindërit tuaj, me farafisin tuaj dhe po ashtu me jetimin dhe të silleni mirë me të gratin." Gjitha këto porosi që Allahu subhanahu neve na porositin këtë jetë, qartë na bën me dije se kur Allahu e solli dhe e përmendi paralel adhurimin e tij dhe më pas e përmendi respektimin e prindërve që kanë ful marrët dhe e përmenda dhe thash se sa e vleshme që është respektimi I tyre, dhe kur Allahu e solli paralel edhe respektimin e farafisit, kjo ta bën qartë me dije se sa e rëndësishme është mbajtja e lidhjeve farafisnore. Allahu subhanahu me një ajet tjetër kur foli për hipokritët, I mallkoi ata. I mallkoi për shkak veprimeve tyre. I mallkoi shkaku I fesadit, krimit që e bëjnë tokë, trazirave dhe shkaku I asaj që I shkëpusin lidhjet farafisnore. E që ulemat thonë që ai I cili shkëput lidhjet farafisnore është I mallkuar prej Allahut në librin e tij. Allahu tha: "Fa hal asaytum an in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u al arham wa tuqatti'u arhamakum." Tha Allahu tha: "Nëse ju e merrni pushtetin, tha a shpresohet për juve ose zbrapseni nga feja Allahut që ju të bëni trazira në tokë edhe të shkëputni lidhjet farafisnore, ulaika alladhina la'anahumullah." Ata pikërisht janë që Allahu I mallkoi, fa asammahum wa a'ma absarahum. Da Allahu po ashtu I bëri të shurdhër dhe u amori atyre shikimin. Do thotë që ky dënim që Allahu subhanahu wa taala përmendin këtë librin e tij, a do të thonë qartë se lidhja farafisnore është obligim që të madh dhe në rrezik të madh është ai I cili I shkëput ato. Ebu Ejub el-Ansari radhiyallahu anhu thoshte që edhe një njeri te pamesasem dhe e pyeti, tha: "Ja Rasulullah, cila vepër më fut xhenetin Allahut?" Sahabët që ishin prezant aty I thanë: "Ky paska diçka, çfarë paska ky?" Pamesasem tha: "Ky e paska një hall të madh, ka hall. Ky person ka breng, ka hall. Brenga e tij ka qenë ta kuptojë realitetin se si të hyn xhenetin e Allahut. Cila vepër e fut xhenetin e Allahut?" Pamesasem I tha: "Adhuroj Allahun dhe mos I përshkruaje atij ortak. Falë namazin, I jepe zakatin dhe mbaj lidhjet farafisnore. Kështu e fiton xhenetin e Allahut azza wa jall." Ebu Hurajra radhiyallahu anhu tha:
Se pejgamberi sa ka thënë kush beson në Allahun dhe në ditën e Kiametit e le ti mbaj lidhjet farefisnore. Do thotë që mbajtja e lidhjeve farefisnore është rëndësi, është obligim, shkëputja është gjuna, është mëkat, mallkohet ai i cili shkëput, po çfarë themi për atë i cili madje i armiqson ose fol për ta keq, ose në përgjithësi do thotë është person i cili zemra e tij ka sëmundje kundër tyre dhe mundon vazhdimsi të i bëjë dëm atyre. Unë do ta përmendi shkurtimisht ose do t'i përmendi shkurtimisht disa prej dukurive që aludojnë në thatësinë emocionale që i kemi me farefisin tonë. Unë thash që te ne sot dominon thatësia emocionale. Farefisin tonë nuk e vizitojmë rrallë herë në përdasma, në përdeke. Sot ku i kemi edhe rrjetet sociale, madje ka fillu edhe të shkëputën edhe më të afërmit, pavarësisht që shkëpuqja e jonë është ndoshta me shtëpi tash jemi më larg, nuk jetojmë bashkë me një vend, po tash kanë filluar edhe zemrat e tona që shkëputen edhe normalisht që ndahen njëra me tjetrën edhe të largohen sa më shumë. Prej dukurive të para që mund ta gjejmë përsa i përket thatësisë emocionale që aludon mos respektimin e farefisit është mbajtja e lidhjeve me atë që të viziton dhe shkëputja e lidhjeve me atë i cili nuk viziton. Te ne shpeshher i dëgjon njerëzit që thonë filoni vjen te unë, shkoj edhe unë. Nuk vjen te unë, nuk shkoj as unë. Kjo është realiteti jonë. Rrallë gjen një person i cili e kupton realitetin e vizitës farefisnore, pavarësisht a e respekton ose pavarësisht a vjen tek ai apo jo, ai shkon dhe i viziton. Vizita nuk bëhet për hir të prindit, nuk bëhet për hir të nonës, as nuk bëhet për hir të babës, as nuk bëhet për hir timin ose tonin. Vizitat bëhen për hir të Allahut azza wa jall, për shkak se çdo vizitë që njeriu e bën te familja e tij ose çdo lidhje që e bën me farefisin është ibadet. Dhe do shpërblet tek Allahu azza wa jall. Pejgamberi sa më tha, nuk është mbajtës i lidhjeve farefisnore ai i cili pret që tjetri ta vizitojë atë. Po mbajtës i lidhjeve farefisnore është ai i cili kur familje ose kur qerë nuk e vizitojnë, i shkëpusin lidhjet me ta, ai i mbon, vazhdon të i mbajë ato. Normalisht mbajtësi i lidhjeve farefisnore është tre lloj. Kemi një lloj i parë që i thunë gjuhën arabe el-wasil është personi i cili mbon lidhjet farefisnore pavarësisht a vjen tek ai farefisnia e tij apo jo. Ai mbon. Dhe synimi i tij është që ta kënaqë Allahun azza wa jall. Lloji i dytë është lloji i cili i mbon lidhjet farefisnore vetëm se me atë i cili i mbon me të. Ai vjen e viziton dhe ky shkon tek ai. Përndryshe nuk shkon. Ka mundësi me vite të tëra mos ta vizitoje, as mos të interesoje, as mos ta përkraje, as mos lutet për të, nëse ai vjen te unë, kusht, edhe unë shkoj tek ai. Ai nuk vjen, unë nuk shkoj. U kry. Dhe lloji i tretë janë ata që shkëpusin lidhjet farefisnore. E ai i cili i mban lidhjet farefisnore, është ai pikrisht i cili i mban lidhjet pavarësisht asaj a vin qert që ta vizitojnë apo jo. Erdhi një njeri te pejgamberi sem siç transmeton e Bureira dhe i tha ja Rasulullah, un kam familje, kam farefis. Un me farefisin time i kam raportet e tilla. Un i vizitoj, ata nuk un vizitoj. Un sillem mirë, ata nuk sillen mirë. Un jam i butë me ta, ata janë vrasht me mua. Çfarë i tha pejgamberi sem? Pejgamberi Allahu ta zotëri i tha, nëse është ashtu siç ti po thua, atëre kjo i bie sikurse të ju ushqesh ata me rërë të nxehtë. Dhe ti e ke një përkras një ndim prej Allahut që do të jetë me ty, derisa ata të jenë këtë gjendje, do thotë njëjtën gjendje. Çfarë nuk kupton kjo? Ulemat thonë qëllimi është ky. Ky me bamirësinë e tij që e ka bën ndaj familjarëve të tij dhe me vizitat që e ka bën atyre, i ka përbuz në atë aspektin asaj, ata janë gje shumë keq në ciklet, i ka fut ciklet për shkak se kur shkon dhe e viziton dhe ai nuk vjen, ai ndjehet keq. E dhembjen që e ndjen, edhe përbuzjen që e ndjen, i përngjason asaj që pejgamberi Allahut e shembulloi në ditë. Disa thonë që ata do ta ndjejnë dhembjen e personit që e ha rërën e nxehtë. Para mendoj tash çfarë dhembje ndjen personi i cili ha rërë. E mos flasim rëra që të nxehtë, zalli që të nxehtë, lloçi që të nxehtë. Edhe ti ha, çfarë dhembje ke? Dhembja është e madhe. Ashtu e kanë ata dhembjen e tyre dhe dënimin që do ta marrin prej anës Allahut azza wa jall për shkak shkaputjes që i kanë bërë, do thotë ata. Po ashtu. E dyta, mos dëmshëria për familjarët, për farefisin tonë. Kur njeriu nuk ka dëmshëri dhe nuk ngjen, nuk ka mëshirë,
Ai realisht është problem që ti bëhet lidhje farefisnore. Në esencë, lidhja farefisnore bazohet ku? Bazohet në mëshirë dhe bazohet në dëmshmëri. Nëse ke mëshirë dhe ke dëmshmëri, atëherë padyshim që ti ke për me reagu, gjymtyrët e tua kanë me vepru dhe ke për me shku me bëjt lidhje farefisnore dhe po ashtu minimum i përkrah kur kanë ata nevojë. Nga mesë se më tha, banorët e xhennetit janë 3 lloj. Ashtu ndihmtari i drejtë, udhëheqësi i drejtë, sadakadhënës i suksesshëm. Kjo është i pari. I dyti, një burr i cili është i butë në zemrën e tij, ndaj muslimanëve dhe farefisit të tij. Dhe i treti është ai i cili e ruan nderin e tij, e ruan fytyrën e tij, nuk shkon pas hallallit, nuk shkon pas haramit, po shkon pas hallallit, edhe pse familjarët e tij kanë nevojë, ka familje dhe ka përgjegjësi për me mbajt ata, ama e ruan veten. E ruan veten nga harami për shkak se e di se me ngrënjën e haramit, jo vetëm sa i dëmton, po dëmton edhe fëmijët edhe gruaja e tij. E ky person edhe pse ka nevojë megjithatë e ruan fytyrën e tij dhe gjersën e fytyrës tij. E këta 3 janë prej banorëve të xhennetit me lejen e Allahut azza wa jall. Urwa ibn Zubair thoshte që Abdullah ibn Zubair shkoi me disa prej fisit Beni Zuhra. Beni Zuhra ishin fisi i nanës pejgamberit sa. Kur shkuan te Aisha që ta takojnë, Aisha u sjell shumë but, shumë mirë me ta. Për shkak që e dinte që pejgamberi sa i ka farefis, shkaku i nanës tij që ka qenë prej këtij fisi, do të thotë që farefisni përfshihet edhe fisi komplet. Nuk përfshihet vetëm se baba dhe nana dhe migja dhe daja, hadha dhe tezja siç mendojmë ne, po është term më i gjerë. Madje përfshin edhe fisin. E Aisha e dinte që pejgamberi sa i ka farefis, edhe sillej but edhe mirë me ta. Po ashtu, prej dukurive tjera që aludojnë në thatësinë emocionale me farefisin është mosnjohja e farefisit. Mosnjohja e farefisit është dukuri e sodit, në veçanti të gjeneratat e reja që merren me rrjetet sociale dhe që rrjetet sociale ne kanë ndryshuar krejtësisht jetën. Sot me pyet kanë e ke farefis nuk e njeh. Me pyet cilin e ke pak më të lartë nuk e njeh. Me pyet cili ka qenë stërgjyshjet nuk e di, s'ka interes. As që intereson me ditë. E normalisht i dush me ditë babën, dhe dush me ditë migjën, dhe dush me ditë gjyshin, dhe dush me ditë stërgjyshin, dhe dush me ditë dajën, dhe dush me ditë gjelën e dajës, dhe dush me njoft secili, dush me ditë, me njoft. Se pa i njoft nuk e di. Dhe kur nuk e di, nuk e respekton. Edhe nuk i mban lidhje farefisnore, po kur e njeh, atëherë shkon edhe viziton. Është shumë e rëndësishme me mësu trungun familjar. Dhe me ditë realisht kush je ti, prej ku buron. Dhe cilin e ke familje, kjo është shumë e rëndësishme. Për shkak se ti kur e di edhe i mban, pejgamberi sa çfarë tha? Nxiti në këtë aspekt që njeriu ti mësoje, ta mësoj trungun familjar dhe ta mësoje kë e ka familje, për radhën e tij. Tha pejgamberi sa mësoni familjarët e tuaj, trungun familjar, që ju të i mbani lidhjet farefisnore me ata. Lidhja farefisnore tha e shton dashurinë mes familjes, e shton afërsinë, e shton mëshirën. Kur njeriu ju viziton e keni pa një ndjenjë që e ka mbrensinë e tij? Ndjenjë që nuk e ndjen diku tjetër, apo? Për shkak se është ndjenjë që Allah subhanahu wa taala e lëshon zemrën tënde. Shkaku i atij ibadeti që ke bërë, shkaku i asaj mëshire që ke pas ndaj farefisit tënd. E Allah çon dashuri, dhe çon mëshirë kur vizitohet e po ashtu tha e shton pasurinë, e shton mallin. A do më të shton pasurinë? A do me pas bereqet pasuri? Vizitoj farefisin. A do me pas shumë? Nëse edhe nuk ke shumë në numra, po ke bereqet. Atë shumë bereqet sa me çato pak pare që i ke, kryen shumë punë. Se bereqeti është krejtësisht prej Allahut. S'ka mundësi marrë prej dikujt tjetër. Bereqeti është mirësi, bekim që vjen prej Allahut. E nëse do që Allahu ta shtojë pasurinë, vizitoj farefisin. Dhe tha pejgamberi sasem, dhe po ashtu tha e shton jetën. E shton jetën, disa kanë thonë që e shton jetën në numra, disa kanë thonë që Allahu t'jep bereqet në jetë. Ndoshta jeton pak, me vite megjithatë veprimtaria jote është shumë e madhe. Ne kemi shumë shembuj gjatë historisë ku burrat mëdhenj kanë jetuar shumë pak. Kanë jetuar 30 vite ose 40 vite, mirë po gjurmët e tyre kanë qenë ndartë. Kemi Neviun i cili ka qenë 40 vjeçar, kanë ndruar dikun paraforcisht, mirë po veprat e tij janë shumë, Allah i ka dhënë shumë bereqet. Po ashtu njëjtë Imam Shafiu dhe shumë tjerë burrat mëdhenj që njeh historia, pak kanë jetuar, po shumë vepra kanë pas, Allah ju ka dhënë bereqet. Në anën tjetër ke edhe shumë burra tjerë që jetojnë me vite të tëra, 80 vite, 90 vite, 100, megjithatë punët e tyre janë askundi. Veprimtaria e tyre nuk njihet, nuk dihet, nuk e njeh historia. Vdes edhe më harron, askush nuk e përmend. Shkoni në Barbareza, shikoni emrat e tyre.
Persona veçanti që kanë dek marrë. Dhe pyetja ai njeh dikush këtë, se njeh askush. Ama ka persona që pavarësisht që janë edhe larg në distancë, me distancë, edhe kanë ndrujet shumë herët, por megjithatë ne i kujtojmë, i gjejmë, i shohim gjurmët e tyre. Andaj mundohu që të lësh gjurmë këtë dunjë për këtë arsye dhe ke ardhur. Me lënë gjurmë, dhe gjurmët e tua që janë pozitive, të janë dobishme për ty, se me vete i merr marr dhe me vete i merr ditën e kiametit. Prandaj, duhesh pa tjetër me ditën, do të thotë baballart, gjyshërit e tu, kanë ke familje, shkurt, kanë ke familje që ta vizitosh, të njohësh ato dhe ta njohësh trungun familjar. Poshtë, prej manifestimeve tjera që aludojnë në tatësinë emocionale, me farefisin është mosthirja e farefisit me emra të dashura. Përpara shkaku i respektit që kemi pas ndaj njëri tjetrit, shkaku i respektit ndaj farefisit, atëherë s'ka pas mundësi me dëgju dikë i cili i thot babës vet, o ti filan me emër. Apo? Me thirr o ti Irfan, o ti Adnan, o ti Muhammed, s'ka pas. Nuk ka pas mundësi me dëgju. Nëse e ke dëgju, e ke ditë që ai person është i keq. Te edukata e tij është e keq, s'ka pas mundësi me dëgju. Pa e ke dëgju o bab, non, o miq, o daj, teze, hall, o gjysh, o babgjysh, o stërgjysh, ama jo me emër. Sot fatkeqësisht ne dëgjojmë edhe shumë ma keq, edhe fjalë ofenduese, edhe fjalë shase, edhe fjalë që aludojnë për buzëqin, poshtrim, o ti hajvan, o ti kali, o ti gomar, prindit, ose nonës, ose gjyshit, ose miqës. Pse që ai mendon që unë jam i ri, tash fuqia ime, dhe dituria ime unë që e kam, baba jem nuk e ka, se nuk e kanë pasu, se nuk e tim. Ama realisht ai harron se prindi i këtij i ka kalu 40 ose 40 ose 50 vite ose pavarësisht se gjitha i ka përvojën, shkollën, gjitha ato që i ka punu. Te mendon se nuk di? Pa i di shumë ma shumë se ti. Megjithatë ndoshta ka mundësi mos me ditë një njeri që ti e njeh tash prezente, me pa i di shumë gjëra që ti nuk i di. Andaj nuk është për edukatës. Me thirr me emra të cilat aludojnë në armiqësi, të cilat aludojnë largimin, prishin dhe zbehjen e raporteve që kemi mes nesh. Po duhet me qenë raport i ngrohtë, raport i nxehtë, raport kur e thirr njëri tjetrin me qenë me emra të dashur, me emra të bukur, me emra që i zbusin atij zemrën. Edhe sjellja e tij është e tillë që e zbut zemrën e tij. Edhe kemi pas atë raporte do të ndryshojmë me lenin Allah. Përmesë kur thoshte ose me një hadith tha, si tregon Enesi, që më ka lind një gjallë mbrom dhe e kam emërtuar me emrin e babas tim Ibrahim. Ibrahim a ka qenë baba i përsëm jo. Se ka pas emrin Abdullah. Pse ka thonë Ibrahim? Për me ta bën me dije se farefist nuk është vetëm si i afërti. Po është edhe ai i cili kanë kalu disa brezni, po është i trungut familjar të njëjtë. Pejgamberi asem është për Ismailit. E Ismaili është i biri i Ibrahimit alayhis salam. Prandaj pejgamberi Allahu azza wa jall tha që më ka lind një fëmijë dhe kam emërtuar me emrin e babës tim Ibrahimit. Po ashtu, Xhabir ibn Abdullah thot erdhi Sa'd ibn Abi Waqqas abiu. Çfarë tha pejgamberi asem? Tha ky është doja im. Tha a ka kush doj që del edhe thot që është më mirë se doja im. Sa'din pejgamberi nuk e kishte doj. Pejgamberi nuk e kishte doj. Po nona e tij ka qenë po të njëjtit fis sikur se Sa'di, Beni Zuhra. Nona e pejgamberit e minja ka qenë fisit Beni Zuhra, edhe Sa'di ka qenë fisit Beni Zuhra. Prandaj edhe atij që e ka pos fis i ka thonë doj. Prandaj ka thonë që erdhi doja im. E kështu që farefisnia nuk është vetëm se ajo personat e afërt, po janë edhe ata të cilët janë më larg. Po ashtu, prej dukurive tjera që aludojnë thatësi emocionale me farefisin është mos përkrahja e mjaftueshme. Mos përkrahja e mjaftueshme e farefisit aludon në thatësi emocionale dhe aludon në zbehjen e raporteve që kemi ne njëri me tjetrin. Kurse përkrahja e tyre, mbrojtja e tyre, mbështetja e tyre, ndihma e tyre aludon mbajtjen e lidhjes farefisore. Lidhja farefisore nuk mbahet vetëm me vizitat e tyre. Po lidhja farefisore mbahet edhe me kujdesin për ta në aspektin material. Edhe në aspektin e përkrahjes edhe ndihmës kur kanë nevojë ata. Dhe në aspektin e ndërmjetësimeve nëse ka nevojë për me ndërmjetësu për ta. Mbahet me lutje dhe me istighfar. Edhe mbahet me ndjenjat e tua kur e përkrah
dhe ngjen bashkë me ta, ose bashkë ngjen kur ka vështirësi dhe kur ka dhembje, edhe gëzohesh me ta edhe ai kur ka gëzim. Kështu mban lidhje farefisnore. E përkrahja e farefisnisë është një pjesë e hakut që e ke ndaj tyre. Prandaj Allah Azza wa Jalla tha fa'ati dhal kurba haqqahu, tha jepja farefisin hakun e vet që e meriton. Ne kemi obligim ta përkrahim njëri tjetrin. Dhe kemi obligim që ta duam njëri tjetrin. Apo përpara kur ka qenë fisi dhe farefisi, kur ka qenë krah, ka qenë edhe problem dikush me shku edhe me të prek, ose dikush me të armiqu, ose kur e ke pas një nevojë që dikush i huaj me ardh me ndihmu, sepse farefisit ka mirëmbajt. Dhe farefisi nuk ka leju që me të prek, dhe farefisit ka mbrojt, dhe farefisi ka qenë krahit, ama tash ti je jetim, pse se je i vetëm. Edhe pse ke farefis, po realisht ajo farefisnia jote është farefisni veç në emër, mirë po jo në aspektin shpirtëror. Ata nuk qapin për kraj dhe nuk gjen askun as dimas për kraj për tyre. Ibn Abbas i thot që Mejmunet e binti Harith, gruaja e pejgamberit, e liroi një skllave, një robresë, sepse në atë periudhë ka pas skllavëri, jo vetëm se në tokat arabe në gjithë botën, po Islami ka nxit lirimin e skllavërisë dhe mos skllavërimin e njerëzimit. Dhe tha e lirova një robresë që e ka pas pa lejen e pejgamberit. Dhe kur e pata tha ditën time që të vije, erdhi dhe i tregova pejgamberit, i thash ja Rasulullah, e kam liru sklavën pa blejën tënde. Tha pejgamberit, i tha, a e ke vepruar ashtu? Tha po. Tha pse? Tha nuk ja dhave, tha. Pse nuk ja dhave? Tha dajallarve tu. Kishte për me qenë ma e mira. Kishte për me qenë ma e mira. Se nëse jep dajes, nëse jep farefisit, kjo është ma e mirë. Nëse e përkra, e ndihmon, kjo është ma e mirë. Edhe është ma e afër. Me veprën e mirë dhe po ashtu është përblim është ma i madh tek Allahu Azza wa Jalla. Zenebi thot radhiyallahu anha, tha që pejgamberi Allahu tha, jepni sadaka ju gra, qoftë edhe arin tuaj që e keni shtolit e tuaja. Edhe dëgjoj këtë fjalim dhe shkoj te burri i saj, Allahu më shuf. Dhe i tha burrit saj, dëgjoj, tha e kam dëgju pejgamberin Allah duke thënë jepni sadaka ju gra, qoftë edhe me stolit tuaj ju që i keni. Tha unë nuk di njeri më të varfër se sa ti, burri kishte. Nuk di, tha, njeri më të varfër se sa ti. Dhe shko pyet e pejgamberin Allahut, a bën unë me ta dhënë sadakan ty dhe mos ja jap qerve. Dhe po ashtu disa jetimeve që i kishte në përkujdesin e saj. E i tha Allahu më shudi, shko pyet e vet. Ta shko pyet, shkoi te shtëpia e pejgamberit, e gjeti një grua për ansarve e cila priste njëjtë sikur sa ajo. Dhe e kishte njëjtë nevojën e saj, njëjtën nevojë. Edhe më pas doli Biladi prej derës pejgamberit. E i thanë Biladit, shko pyet e pejgamberin Allahut, a bën na sadakan me adhon burrave ton, apo du dikuj që të kujt me adhon? Kur hyri brenda dhe i pyeti, i tha pejgamberi, kush janë ato? Tha janë dy gra, njëra është prej ansarve dhe tjetra është Zenebi. Tha cila Zeneb? Tha Zenebi gruaja e Abdullah ibn Mesudit. Tha shko thuaj atyre që ju i keni dy shpërblime. Shpërblimin e mbajtjes lidhjes farefisnore dhe shpërblimin e sadakas. Kuptohet? E ke shpërblimin e dy fisht, lidhjes farefisnore që i bën dhe po ashtu edhe shpërblimin e sadakas. Pejgamberi sa më dhe tjetër tha, sadakan që jep për të ngratin është sadaka. Sadakan që jep për farefisin është dy fish. Akrabollok, mbajtje lidhje farefisnore dhe po ashtu sadaka. Ma mirë është me dhënë sadakan në familjen tënde, kur kanë ata nevojë, se sa me shku me dhënë dikundi jashtë. Edhe ndoshta nuk kanë nevojë. Ne sot jemi dëshmitar se shumë prej muslimanëve sadakat e tyre dhe zekatet e tyre dhe shumë prej veprave të mira tyre i bëjnë me tjerë, mirë po nuk i bëjnë me farefisin e tyre. Apo shkojnë ndërtojnë dikundi bunare ose shkojnë ndihmojnë diku jetima që s'ta merr menja pa i njoft, tamam, kjo është mirë, vepër e mirë, s'ka dyshim, ama në familje ke plot që ka nevojë për mi hap dikuj banar dhe ka nevojë për shumë ndihmë tjera, po ty fare nuk të intereson, se nuk e ke breng për shkak se ai nuk vjen te ti, ose ti nuk e njeh, ose ti nuk e ke raportet e mira me te. A sadakoja më mirë, farefisnia, mbajtja e farefisnore më mirë është kur veçanti kur ai ty tarmicon. Edhe ka në zemrën e tij smundje ndaj teje, ndoshta nuk e shfaq haptazi, mirë po mundohet në vazhdimsi që të dëmtoje. E prandaj tha pejgamberi
sadakaja më e mirë është që e jep ti farefisit i cili ka armiqsi në zemrën e tij. Armiqsi. E çfarë duhesh ti me bë? Ti në këtë rast ti mundohem mi parafru zemrën. Edhe pse ai nuk e bën atë. Ai ndoshta nuk e bën atë, nuk ka interes, ama ti bën ashtu. Sepse nëse ti e bën atë, shpërblimi dihet që ka me qenë më i madh. Ani se ka fol keq për ty. Ani se ka vepruar disha keq. Ani se ka qenë armik ndaj teje, nosht. Po zemra kur zbutet, pastaj maj do ta pranojë gabimin e tij. Dhe ti me shpërblimin e plot me lenë Allahu xhel. Prandaj Allahu xhel tha: "Idfa billati hiya ahsan, fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun kanahu waliyyun hamim." Tha ti të keqen kthej me të mirë, mos e kthe me të keqen. Kthej me të mirë, sepse mes jush që keni pas armiqsi, zemra e tij do t'i zbutet dhe ke për të bë të afërt mik. E çfarë thu për personin i cili është prej familjarëve tu, i cili është familjar joti, që ke familje, dhe është armik ose e ka një lloj e mban ti nxërisht zemrën e tij diçka e fsheh që ka armiqsi ndaj teje, po ma vonë do thotë, ma vonë do të armiqësia ka mundsi për bushtu e përmes jepi sadakati. E shef me Allah se si do të shojë gjendja. Po ashtu. Për dukurive tjera është largimi prej familjes kur personi është në vështirësi ose personi ka gale kodete sikurse ne që ankojmë shpesh. S'kam kohë, jam në zonë, kam punë, realisht nuk kemi atë se 24 orë jam pyetje, ka kohë për çdo sen, nuk është kusht me shku me vizitu farefisin për çdo ditë. Mundesh edhe me telefon, nuk është patjetër ti me qenë prezant fizikisht. Mundesh edhe me telefon, mundesh me dërguar një selam, mundesh me dërguar një dhuratë, po mundesh edhe me harru lutjet e tua dhe me bëj istighfar për ta. Ka shumë mundësi. Shikoni, shejtani synon për mi shkput lidhjet. Shkputja e lidhjes nuk kupton do thotë që ti mbetesh i vetëm. Dhe normalisht që ndodhin probleme kur familja prishet, atëherë shejtani me këtë vepër gëzohet. Edhe kjo është një miti. Prandaj muslimani duhet me qenë më mendjetëritur, më i mençur dhe me pa më larg. Mos me leju vetën epshin e tij, egon e tij, armiqsinë e tij që ka, problemin e tij që ka në zemër. Me lejuan që me shkaktu probleme në familje. Prandaj tha pejgamberi tha bullu arhamakum walau bisalam, tha mbani lidhjet farefisnoni, freskoni ato, qoftë edhe me selam. Bullu është mullak, në gjuhën arabe. Mullak, po qëllimi këtu nuk është mullak farefisnia. Qëllimi është mu fresku, mi thirr, qoftë edhe me telefon thirrë, veç edhe me selam. Mbaj, mirë po mos zben ato, për shkak se kur zben, kjo do në shkëputjen e lidhjeve farefisnore. Po ashtu dhe e fundi dhe me këtë pa e përfundoj, pasaj për këtë dukurive është largimi njeriut kur punët e tij ka rehati, është mirë, me pasuri, me pozit, dhe fare nuk i intereson për familjen e tij. Ky person zakonisht shko me ndjemasi dhe e shef që është më meritori që të shkojë, që të vizitohet, e ai mos shkojë askundi. Ai nuk e shef që duhet me shku me vizitu, mirë po e shef që qirë duhet për me artë ai, dhe ata me vizitu. E ky person ka me ndjemasi në zemrën e tij. Këta persona zakonisht kanë problem. Dhe këta persona duhet me shëru vetën e tyre veçanti me largu atë egërsia dhe shpërsia me ndjemasi që e kanë ndaj qerve. E tha pejgamberi përsa i përket mbajtjes lidhjeve farefisnore që është në rrezikull dhe shton jetën, tha pejgamberi kushdo që ti shtohet rrezikut i tij dhe ti zgjatet jeta e tij, le ti mbajnë lidhjet farefisnore. Kjo është shkurtimisht përsa i përket dukurive, manifestimeve që aludojnë në thatësinë emocionale me farefisin. Elus Allahun që të na bën për atyre që respektojnë farefisin ton. Elus Allahun që farefisin ton Allahu të i mëshiron, të i fal, të i udhëzon, të i drejton gjunat e tyre, Allahu të afal. Dhe ata të i mëshiron të vdekurit e tyre, Allahu Subhanahu wa Taala, të i mëshiron, të i fal, të i bëj prej banorëve të xhenetit dhe neve. Allahu të na bëj për atyre të cilët i vizitojmë, i mbajnë lidhjet pa urrëtie, pa armiqsi edhe pa smirë në zemrat tona. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.